Po du me janis namazit, po si? Elhamdulillah, mas pari që Allah zëvel të ka mush mendjen, të ka bind me fillu namazin. Kjo është esenca. Pastaj e dyta, vendase për i Zotë Zotit. Qysh, nuk ka nej njetë të veçantë, o Zot, për atër të ndu me janis më falë, veç. Pastaj edhe nëse nuk din më falë, lypin do një video se si merret abdesi, pra në YouTube. E mësën abdesin e këqyrë që shpo merë aty në video, që ashtë merë dhe t'i abdes. Pastaj gjaj një video tjetër, me mësu që shfalet një namaz, për shamull sabahi ose akshami. Që shbane aty në video, falu edhe ti. Mësoj e mirë një vakt, në gjdo dit. Kur të fillan me kuptu se që shpo falet, për shamull drejka, pastaj shtoj e i kindin. Edhe atë mësoj e. E fju dal nga dal, si ta kap ide në namazeve, një mujtë u falë, ideja është, dhe më thënë pasaj namazet janë të njëjta, veç dalojnë në rekate. Drejka i ka 4 rekat farza dhe i kindia i ka 4. Jatësia i ka pashtu njëjtë, si kurse drejka 4 farze kanë fjallën. Sabah i ka 2, pra sa gjysma e drejkës. Në momentin që e kap një namaz idenë se si falet, njëjtën formë e shfrytëzon për namazet tjera. Pra esencën, temelin, e kanë të njëjtë të gjitha namazet, edhe formën e tyne, edhe leximin e tyne, edhe ato ritualet, detajet. Kështu fillon. Mësoj abdesin, pastaj me video nisja falin një vakt. Por ta mësën janin, i mësën dytin e kështu me radhë dal nga dal. Allahu të forcoft, namaz deri në vdekje. Pa namaz nuk ka xhenet. Keni kujdes.